Mirë se erdhët të dashur Vigjereshën në Letra të Rrethejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Të dashur Vigjereshë, nuk do të fitosh duke bërë më shumë. Do të fitosh duke zgjedhur më mirë. Kjo javë të mëson se qetësia, mençuria dhe zgjedhjet e duhura vlen më shumë se nxitimi dhe perfeksionizmi. Vigjeresh, ky është një lexim shumë i pjekur, nuk premton mrekullim brenda natës, por tregon një rrugë shumë të qartë drejt stabilitetit. Të gjitha letrat lidhen me njëra tjetrën, fillojnë me ndërtimin e një baze të fortë, kalojnë në zgjedhje që duhet bësh dhe përfundojnë duke kujtuar se njeriu më i mençur nuk është ai që di gjithçka, por ai që di kur të ecë përpara dhe ai që di kur të ndalet. Po fillojmë me mbretreshën e tokës, të dashur Vigjereshë. Ja fillon me një nga energjitë më të forta të këtij grupi. Kjo letër flet për jetën reale, për faturat që duhet paguar, për shtëpinë që duhet mbajtur, për shëndetin që nuk duhet lënë pas dore, për kursimet, për punën e kështu me radhë. Ti je nga ata njerëz që shpesh mbajnë shumë përgjegjësi mbi supe. Njerëzit mbështeten tek ti sepse dinë që je korrekt, i organizuar dhe nuk e lë punën për gjysmë. Por kjo ka edhe një anë tjetër. Ndonjëherë kujdesesh aq shumë për gjithçka sa harron të kujdesesh për veten. Nëse këtë javë dikush të kërkon një favor, pyet e veten, a kam energji të bëj apo po e bëj vetëm sepse nuk di të them jo? Edhe në punë mund të ndodhë që të marrësh më shumë përgjegjësi se sa të takojnë. Në dashuri kjo letër flet për marrëdhënie që ndërtohen me vepra, jo me fjalë. Mos u mahnit nga premtimet. Shiko kush është aty edhe në ditët e zakonshme. Pas kësaj vjen letra e zgjedhjes. Kjo letër të vendos përballë një udhkryqi, jo domosdoshmërisht një vendim gjigant. Ndonjëherë zgjedhjet më të rëndësishme janë ato të voglat. Të pranosh apo jo një ofertë. Të vazhdosh apo të mbyllësh një bisedë. Të investosh apo të presësh. Të falësh apo të vazhdosh të mbash inatin. Shumë vigjesha kanë zakon të analizojnë çdo detaj. Mendojnë të gjithë skenarët. Rrotullojnë të njëjtin vendim 10 herë në mendje dhe në fund lodhen pa marrë asnjë vendim. Kjo letër thot, mos e kërko zgjedhjen perfekte, ajo nuk ekziston. Kërko zgjedhjen që të jep më shumë paqe, sepse ndonjëherë një vendim 80% i mirë sot vlen më shumë se një vendim 100% perfekt që nuk u mor kurrë. Vazhdoj me letrën tjetër që është rrjedha e jetës, të dashur. Kjo letër flet për pranimin. Ka gjëra që nuk mund t'i detyrosh Vigjeresh. Nuk mund ta detyrosh dikë të doj. Nuk mund ta detyrosh një mundësi të vi më shpejt. Nuk mund ta detyrosh jetën të ecë sipas kalendarit tënd. Shpesh lodhesh duke luftuar kundër gjërave që nuk varen nga ti. Ndërkohë harron të veprosh aty ku ke kontroll. Nëse je duke pritur një përgjigje, prit me qetësi. Nëse ke mbjell diçka, lere të rritet. Mos e nxirr bimën nga toka çdo ditë për të parë nëse ka dalë rënja. Durimi nuk është pasivitet, është besimi se puna jote do të japë frut në kohën e duhur. Dhe pastaj na del trupi dhe mendja. Kjo është letra më praktike e këtij leximit, sepse të kujton se nuk mund të marrësh vendime të mira kur je e raskapitur. Nëse fle pak, nëse ushqehesh keq, nëse mendon gjithë ditën për problemet, mos prit të ndihesh mirë. Kjo javë të kërkon të bësh disa rregullime të vogla. Mbase të flesh pak më herët, të dalësh për një shëtitje, të lësh telefonin me një orë, të hash më mirë, duken gjëra të vogla,
por shpesh ndryshimet e mëdha fillojnë pikërisht aty. Edhe emocionalisht mos e mbush mendjen me lajme, drama dhe njerëz negativ. Ashtu si kujdesesh për trupin, kujdesu edhe për mendjen. Drejtësia dhe integriteti, pastaj na del të dashur Vigresha. Kjo letër flet për drejtësi, por jo gjithmonë për gjykata. Flet për ndërgjegjen, për të bërë atë që është e drejtë, edhe kur askush nuk po të sheh. Mund të jesh në një situatë ku të ndohesh të marrësh një rrugë më të lehtë, një gënjeshtër të vogël, një premtim që nuk e mban, një shmangje të një përgjegjësie. Ky letër të kujton se karakteri ndërtohet pikërisht në ato momente. Edhe në marrëdhënie mos prit gjithmonë të tjerë të bëjnë hapjen e parë. Nëse ke gabuar, pranoje. Nëse ke të drejtë, mos e përdor për të poshtruar dikë. Ke shumë mënyra për të fituar një debat, por mënyra më e bukur është të mos e humbasësh respektin. Dhe në fund të del për çuditërisht të plaka e mençur. Kjo nuk është letra e moshës, është letra e urtësisë. Ajo të pyet, çfarë të ka mësuar jeta deri sot? Mos i përsërit të njëjtat gabime vetëm sepse duken të njohura. Nëse një lloj njeriu të ka lënduar vazhdimisht, mos mendo se i radhës do të jetë ndryshe vetëm sepse ti shpreson. Nëse një zakon të ka dëmtuar, mos e romantizo. Mëso nga përvoja, edhe kur të japin këshilla, dëgjoj. Nuk do të thotë që duhet i pranosh të gjitha, por ndonjëherë një fjali nga një njeri me përvojë të kursen vite gabimesh, Vigresh. Kjo letër flet edhe për intuitën. Ti zakonisht e di kur diçka nuk shkon. Problemi është se shpesh nuk e dëgjon veten. Këtë javë të paktën, mundohu ta dëgjosh. Ai zë i vogël brenda teje ka më shumë të drejtë se sa mendon. Të dashur Vigresh, kjo javë nuk të kërkon të jesh perfekte, pra. Të kërkon të jesh e vetëdijshme. Ndërtoj jetën tënde me durim, jo me nxitim. Mos u blloko duke kërkuar zgjedhjen ideale, sepse shpesh ajo të çon përpara, shpesh të çon përpara është thjesht vendim për të vepruar. Kujdesu për trupin dhe mendjen njësoj. Si kujdesesh për punën dhe familjen. Mbaj integritetin dhe edhe kur askush nuk të sheh dhe beso më shumë tek përvoja që ke fituar. Ti nuk je më ai njeri i djeshëm. Tani ke urtësinë për të zgjedhur më mirë, për të jetuar më qetë dhe për të mos humbur energjinë që beteja nuk ja vlej.